Ju e dini sa shumë i shijoj unë darkat me miq dhe darkën e sotme mezi e kam pritur për shkak të dekorit festiv, prandaj porosita online në Megatek setin e ri të pjatave dhe dekoret festive për tavolinë. Recetat e sotme po i sjell si ide edhe për tavolinën tuaj festive. Në fillim fare vendosa të piqet një pul deti të mbuluar me nap, sepse shija që përfitohet nga kjo mënyrë pjekje është fantastike. Pastaj u mora me dekorin e tavolinës dhe rezultati është ky. Ju ftoj të më thoni në komente si ju duke. Përgatita edhe për sheshin tim, pasi më ka dalë nami që e bëj shumë të mirë. Një sallat ruse e dekoruar bukur nuk mund të mungojë në periudhë festash, dhe salcën e kosit unë e bëj gjithmonë vetë në shtëpi. Pastaj përgatita krem djathi me erza, shoqëruar me salmon të tymosur dhe bukëza të thekur. Një miks turshish, ullinj të marinuar dhe një antipaste vogël me djathë. Qoftë të bëra vetë, fileto viçi e butë me salcë limoni, një sallat mikse me rukola e fruta të thata, në fund fare fruta dhe baklava. Dhe kaq, si ju duket, gëzuar festat dhe kalofshi sa më bukur në këtë vigjilje Krishtlindjesh.